Lirat, herën e parë kur kena votu, nuk i kena ditë që ka në ndërmarrje publike për ta. Nuk e kom ditë që vllai i gruas Samis është në stacion të autobusa. Nuk e kom ditë që motra e Vlorës është në antare bordit të trafikut urban. Nuk e kom ditë, po të kallëzoj sinqerisht. Nuk e kom ditë që vajza Halim Halimit punon në ndërmarrjen publike banesore. Nuk i kom ditë çdo. Për atë arsye se dha herë kisha ngrit zonën. Ta kanë dalë me mbledhjes atë. Kanë dalë me mbledhjes. Edhe të lutem, nuk jena të bo kur far fjalimi hazër nuk i nevojë me na shqetësu. Se nuk është puna as e gladiatorave, po ka të bëjë me interesin e Prishtinës. Ju ma merr mendjen që edhe një pjesë e madhe juja e dini më mirë sa Hamidin sa që e njohën. Unë e njoh. E njoh, po ju e njeh edhe më mirë. Domethënë, nuk është të bo këtu fjalë për a jenë të punu për interes Prishtinës, unë e di çka ka ndodhur këtu. Nuk është kur pa probleme me thonë në nivelin qendror e kena koalicionin, në nivel lokal po dojna me boqit koalicion, mas pari, mos me najlon me i prek njerëzit në ndërmarrje publike lokale, çashtu ka qenë për fillimit. Do me thonë, këtë diskutim u bo veç kur kanë fillu me u bo ndryshimet, se derisa su bo ndryshimet, asnjoni prej tyne personave as zoni nuk e ka ngrit. Edhe e kuptoj që një pjesë e madhe njerëzve janë të kapën për një vend pune. E di sepse çashtu është situata sot. Për një vend pune janë të hek familje, por mos harroni që çit situatë nuk e ka pru dikush rastësisht. Kjo është situatë që është sjell për nepotizmit edhe korrupsionit, jo vetëm komunën e Prishtinës, konkret Kosovë. Nëse jeni sinqer për me luftu këto, atë ju vetë do duhet me thonë që çështo nuk ka mënyra. Edhe me ardhmë unë te unë me thonë, kryetar, po dojna mu marr vesh me diskutu që punë qysh me i çu këto ndërmarrje publike komunale përpara. Por ky nuk ka qenë diskutimi hazër asnjëherë. Asnjëherë s'ka qenë diskutimi ky. Diskutimi ka qenë nuk t'i dho ty se stilo me mi prejt njerëzit e mi, prej personet të saktum këtu. Që ky ka qenë diskutimi hazër. E unë e di që edhe njerëzit në DK, jo veç të pi asambleista, po dhe votues nuk e dojnë këtë situatë që ka qenë në komunën e Prishtinës. Sepse edhe unë masi ke qenë në trafikun urban, shkojmë bashkë i takojmë që ata 80 punëtorë që i kanë 148 euro rroga. Të flasim me ta, edhe t'ju tregojmë se pse i kanë rroga ka 148 euro. A është fjala aty 148 për shkak se janë qeveri shumë mira të ndërmarrje, apo është fjala pse janë dhënë linja dikujt edhe tash me 110 punëtorë do të ndihmojnë 7 autobusa dhe 2 linja. Këto janë vendime të dikujt hazet. Këto janë vendime të dikujt që i ka marrë më përpara. Dhe për këtë arsye kena kërkuar ndryshim. Dhe për këtë arsye edhe votuesi PDK-s ka votuar për mua në raundin e dytë. Është e vërtetë për me bën ndryshimin. Edhe votuesi PDK-s sot do të më shkojmë i thonë Iraku të bënu bashkë me Samin se po mdoket që kena një kështu dhe t'i këshyrim i marr. Pra, Irak nuk është ky diskutim për ndryshim. Trego sinqert, nëse është marrëveshje në nivel qendror, po unë e bre se nuk ka kurfar probleme. E puni marrëveshje në nivel lokal. Por le ta dinë qytetarët e Prishtinës. Që qëllimi është me bloku kryetarin e komunës, mos me mujt me bëu kurrë, me ja bloku, mos mi prek interesa, që tash ja ulshojmë në një video kur te veç pak kallzoj Irak. Ngopsa apo foli. Jo me bloku, me Ku thot Fejm Saliu, qatë policin që vjen të une që ma ka qush me ndameti që tash ku me qitë pe i punë. Qëta thot Fejm Saliu në piti? Thot, une e ku murdhnu Skender Hysenin me po këto qanë. Që të seni jeni të i përkrajnë. Qështë mos të marë, po është baza e krejtë. Baza e krejtë. Duhet mu diskutu këtë punë. E tash, letëm kalzën, sepse une ju kom thonë. Shkojmë edhe në zjedhe për kuvend komunal. Edhe në qëfëse o petë zbëtusit thojnë që kjo është përbamja, unë e reflektoj, sepse demokracia është që kjo, nuk ka tjetër, dhe ta shovit, tja morë, se ato skenarët e juja, ku agimi është këshilltari Skender Hyseni, e i bëni ato skenare me marestu mu, e nesër më medal, me thonë, do të dërheqje sepse u arestu kryetarit, cilin vetë e keni bo fjanë u shale. Pse s'po kallzon ti pse e dalë në DK i PDK-s? Kallzojë njerëzit. Kallzojë çfarë leje për ndërtesë i marr. E tash, vllai që shtia këtu, do të thonë do të mi ditë këto zonë. Unë po mendoj se lidhja demokratike e Kosovës ka shumë njerëz të ndershëm. Votuesit e lidhjes demokratike të Kosovës janë njerëz të ndershëm. Edhe ata do të më i ditë se çka po ndodh. Duhet me i ditë se kanë punësu një grup e vogël e njerëzve kanë punësu familjarët të tyre. Që to duhet me i ditë.
votuesi I Partisë Demokratike të Kosovës. Sikur se dhe antarët janë të avon Muhamet me folë, se s'dvet po antarë dhe votues shumë të ndershëm. Duhet me ditë që jeni të inimu Sami Hamitit me majtë kontrolin që e ka pas në këtë qytet. Ky kontroll I këtij qyteti na I kallon 10.000 ndërtime pa leje, përderisa I kallon 900 leje. Përderisa I kallon 900 leje, 10.000 ndërtime pa leje. Ky I kallon 5 ndërmarrje publike komunale të cilat sot kanë mbi 1 milion euro borxh. Ky I kallon këtë situatë që kemi të kaosit sot. Edhe duni me ditë, pikërisht po thonë, thunë sinqert. Edhe e bojnë në mënyrë të lidhshme. Edhe thojnë që kjo është mënyra. Konfliktin e interesit e qartësojnë. Nuk ka, vlerësohet lishmëria, kryesues, asnjë vendim tjetër nuk e keni qute Muedini me 2 vulën. Ky është vendimi vetëm që keni qute për herë parë I shku ki thonë ama vulën. Përpara e keni marrë në qendër për qytetar keni mujt prapë. Nuk keni dosh me qu sepse unë e kom vetë ministri. Ai vendim nuk kish kalu, se keni qu. Te kishit qu, I sharë dhe kishton së lishmëria dhe kishin diskutu normal. Pra krejt çka po kërkojmë, se në fundit edhe I votoni shkarkimet. Zdia pesheni, nuk është kjo punë sikleti. As nuk është që po mërzitna për qatë aspekt që shpeboni ju, por po mërzitna për këtë qytet. Edhe do të mërzitna, edhe do të luftoj dhe I pikën e fundit mos me lonë këto me ndohë. Sepse e kom pa që 14 vjetë Muhamet Qaopo. E kom pa që qëti viti e kom pa se sa fel ka hi kleptokracia, nepotizmi në këto institucionet të komunës. Dhe këto dojna mi ndryshu. Dhe këto nuk ju majtë që me këtëresh, nuk ju thash. Nuk po foli për secilin në asamblezë. Shajt, nuk ka nevojë as ta kom për me emrin, as nuk kom thonë që je person kështu apo ashtu. Jemi dhe person I fesë, edhe të njohësi, po pedi që bëdhe me thonë. Une nuk thash njoha. Une veç po thonë, ta shikojmë me të vërtet që ka po ndohë. Në që se doni me shti në rand të ditës, me votues që kanë konflikt interesit, atëherë nuk mund të pranohet kjo diskutim. Që se vlerësohet që nuk ka konflikt interesit, natyrisht vi me diskutojmë, e keni votën, kur fa problemi nuk ka. Do me thonë ta diskutojmë qëtu. Por, ta kemi qartë që po dihet synimi mu edhe ketë mediat në të thonë. Qëllimi është dhe u marë vendimi nalë për me bloku shpenë. Po hajde urnën e bre, hajde se nashta arihet diçka, por me blokimin e shpenë, me blokoni Prishtinë në Lirak. E dhe të shumë ma mirë se une.